Vlora është qyteti vetëm në vend që nuk ka një thertore funksionale. E vetmja godinë e tillë ndodhej në Novosel, por prej kohësh ajo ka dalë jashtë funksionit. Siç mund të shihni edhe nga pamjet, objekti është tashmë i braktisur dhe i dëmtuar rënd. Drejtare dhe dyert janë grabitur, ndërsa godina është kthyer në një hapësirë të shkatruar, ku nuk zhvillohet asnjë aktivitet. Shqetësimi të ngritur nga televizioni 6+1 Vlora disa ditë më parë i bashkohet këtë të njëjtë edhe drejtori i Agjencisë Rajonale të Veterinarisë Adila Kojdeli. Sipas Kojdelit, Vlorës i duhet një thertore, ndërsa i zbulon se ka interes nga disa biznese apo individ për ta marrë me qira. Kojdeli thot se Bashkia e Vlorës duhet të reagojë sa më shpejt për shkak se godina po degradon. Patjetër i duhet, dhe ka qenë një thertore që plotësonte kurset e gjero sanitare për të kryer këtë aktivitet. Sot e dime kemi inspektuar dhe është në një situatë jo të këndshme, por ka interes nga sipërmarrës për ta marrë me qira dhe për të ushtruar këtë aktivitet në atë thertore. Është i ngelet Bashkisë Vlorë që të operojë sa më shpejt, ajo godinë mos të degradojë, mos të rrënohet. Pasi është shumë e vlefshme për si thertore. Sipas Kojdelit, ka kërkesa dhe se ato janë paraqitur pranë Agjencisë së Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve. Ky fundit i ka adresuar drejt Bashkisë së Vlorës. Ka kërkesa. Janë paraqitur te ne sepse e kanë ditur sepse mos është në pronë sinton dhe mos e japim ne me qira, i kemi orientuar te bashkia. Është pjesë e aseteve të Bashkisë Vlorë dhe ata e kanë të drejtën të kontraktojnë me sipërmarrës që janë të interesuar për zhvillimin e këtij aktiviteti. Pra, ju thoni një bashkia duhet patjetër duhet patjetër. Ta jap dikush. Po. Mungesa e thertores në Novosel dhe në afërsitë të qytetit të Vlorës krijon problematika edhe në drejtim të sigurisë ushqimore apo edhe ndotjes së mjedisit. E vetmja që funksionon është ajo në Qishbardh, ndërsa qyteti ka vetëm një pikë therje, por ajo është në pronësi të një biznesi privat. Jashtë funksionit është edhe thertoria e Orikumit. Është thertoria në Qishbardh dhe ajo është thertore me standarde. Por janë në zona të ndryshme që fermerët e asaj zone normalisht u shërben më shumë ajo që është afër se sa të shkojnë. Pika therje pastaj kemi edhe një në Vlorë, por është vetëm për biznesin e tij. Dhe në Orikum, por për momentin dhe ajo është jashtë funksionit. Vlora mund të jetë qyteti vetëm që nuk ka një thertore. E vetmja thertore në Novoselës tashmë është jashtë funksionit, ndërsa duhet që Bashkia e Vlorës të marrë masa të menjëhershme për vendosjen në funksion të kësaj thertoreje, por pse jo, edhe për ndërtimin e godinave të reja.